litrat e gjyshit. Hajde. Hop. Hajde. Ulluni gjyshit, ulluni. Eja dhe ti. Shive që kam pru gjyshi juve? Ju kam pru molla. Molla, biomolla janë këto. Edhe mandarina ju kam pru gjyshi. Veç ma keni prish qepin, ma keni prishën. Kam digju se keni pije lëndje me gaz. Ashtë e vërtet? S'po të regoni, ja, mos pini. Se nuk ban përshëndetje, nuk ban. Ja gjyshit molla. Gjyshit tash ja pras molla. Bora, mere gjyshin një mandarin ti. Gjyshi e ka borën. Ma të mirën e kam gjyshin. Mere, shife sa shishën po. Eshte gjyshi. Terisa të presë mollat, pas e ashtë për emisioni e parë. Unë si ja di bre emnat, veç borës shka ja di. Veç borës sa ja di emni. Emni e kje? Endrit, kemi gjeru bashkë më njëti. Ti t'ka matë njëri. Ti që pa të emni? Nisa. Bravo, e kësa. Ti? Afan, ofsa emni mirë. Ti? Ubeda. Ti e më i bukurose? Vlera. Emni me vlera. Ashtë me vlera ti këne qenë. Keme pasën me pjeshë. Ti e më i? Asja. Bravo, Asja. A do një molla, ja? Po. Ja, presë molla. Edhe të regoni gjyshit, a do të pini më ju lëndje me gaz? Jo. Keni me hangre vetëm pem, sepse pem, shakan pem. Ta e din shakan pem? Po. Kush? Ajtërë? Vitamina. Bravo, kanë pra vitamina, trupi i njerit ka nevoj për vitamina. Ani ju shani të veçli, ju du një më rejt, më zhvillu. Si për du një më, a më javë qiru me kora, pa kore, që për keni qafë? Me kore, ajde. Kush për do pa kore? Ajde ti për ta që. Edhe ty e pa kore. Veç gjyshi kam digju se në kore janë vitaminat mas shumë të atyja. Po, që keni dëshirën, ashtë edhe keni hangër, që një me kore. Ti me kore për da? Pa kore. Ti, Asja, bravo. Tash, unë do t'ja pres mollat. Shife, bravo. Po nuk më tregut cila klasë bre jeni? Unë klasa 4. Klasa 4. Cili mësus apo mësuset mësan? Ajnur. A do me përshëndet aja? A do me përshëndet? Po. A do me kora pa kora? Ok. Lindrit, la klasi ti? E treta, ma ka mor me nja se e treta. Ti me kora pa kore? Me kore. I cila mësus apo mësus mësan? Aferi. Do me përshëndet? Ajde, si e përshëndet? Suse të përshëndet. Ashtë përshëndes, ashtë. Sa klasi e? Ti në qirbe je? Bravo. Mësuse, sa e dhe emnin? Se ka emnin mësusja? Bravo. Oj Bora, gjyshet e apti një mollë qirume, pedo? Bora, pedo një mollë qirume? Mere gjyshet? Mere gjyshet, më së kesh, mere gjyshet, mere. Bravo. A i dhash gjithë dhe molla? Ashtë, që ta shpojnoj një pjat, pojnoj mollat, sepse ne kemi me bisedu edhe kemi me hangër molla, edhe mandarina, ja shifni. E tash gjyshit tregoni, ama me më tregu drejt, në shkollë, a jeni turt, a ndëgjoni mësusen, kur të flase? Po pra. Do një problema keni bon ajo? Jo. Ashtu. Po detyrat?
Detyra do një mi bo regullisht detyrat. Edhe gjyshi kam qenë zanës, edhe unë kam qenë si jo. Po tash jo plak, jo plak. Unë kërë kam qenë klasa parë, ja ma i menë si sot gjyshit. Baba së më ka qu të shkolla, po më qoj mu të shkolla vlau jem që ishte pak me i masi. Edhe ma të regoj mësusit cili mësos. Edhe unë emni ja majmë si për emnin. Ja majmë me nala Jahja Halimi, ashtu e ka pas të emni dhe në emnin. Ka qenë një mësus pedant, një mësus i mirë, na ka mësus shumin, ka mësus shkronja, leximin, matematik, krejt. Por ne kemi qenë shumë të urtë, e kemi dëgju mësusin, për atë edhe, unë u bona mësos, unë kam qitash kam darë penzion, ja plak tash. Por kam pënu si mësos, me nëzast kam pënuar, po, pra ne mësusin lyp me pas qetësi. Edhe ne, këto tash do kemi qetësi, kush fol diçka du ta ndëgjojmë të gjithë. Të gjithë e ndëgjojmë, me vëmendje ndëgjojmë. Si që kështu ju tregu, atëherë mësusit nuk kemi pas çanta të mira, veshje të mirë. Unë shka e majnë mend unë gjyshit babi mi bleti një par pantole, për herë të parë mi ble pantole. Pastaj i këmisht bardh, bile kam fotografinë e kam dalë të klasa parë, kam dalë. Edhe nuk kam pas çantë. Nana jeme, e dini shka më ndrejt që një çantë prej bezit, do thot ajo është strajc. Ashtu ne kemi shku në shkollë. Por kemi mësu, e kemi në gjuhë mësusin, po mësusen. Jo, jeni nxënës të mirë, apo? Po, pra. Për atë dhe gjyshuvi kam zgjedhën, jeni ma të mirë qeni lagja. Kja lagja jo, këto jeni ma të mirë qeni. Gjyshu po kam qef, di se shka keni mësu të tjerë. Qëfar mësim ju ka dhonë mësusja? Dini me të regu dërim, qa keni të regu, shka keni mësu e? Hajde ndë? Skeletin. Po pra. Mësusja ja po skeletin? Po pra, se cila shkollë duhet me pasën skeletin. Edhe pa skeletin? Po. Sa mirë. Pra, e ndër t'i tha skeletin, apo? A i tregoj gjyshit, gjyshi kam harru, jam plak gjyshi. Shka keni mësu për skeletin? Shka ju tha mësusja? Për organet vitale. Organet vitale janë ka kjo trure, zemra, muskrit e bardha dhe lukse dhe veshka. Bravo. Tjetër? Jam matematik. Në matematik. Matematik, me lidhje, zbritja, për shaka? Me lidhje. Me lidhje. Edhe? A i kuptoj që detyrat? Po, pra, bravo. Që të rëllënd? A për të fiskultur? Ja si një pas fiskultur. Mirë. Muzik? Mas muzik. Gjesë këna pasës muzik. Mirë. Hajde vazhdojmë me tije. Edhe në kam kontinentet. Kontinentet janë Azia, Afrika, Amerika Jugore, Amerika Veriore, Australia, Antarktiku edhe Europa. Po pra, ashtu. E kishit hartën aty? Po. A ju të rëgëm mësusja se ku gjendet se cili kontinent? Ashtu, bravo. A thanë ti cila klasë ishe? E para. A ke mësu shkronjat? Po. Të cila shkronjën i tash? Të rëgëm gjyshit? E keni mësu A-jen? Po. B-jen? B-jen jo. Atërë më-jen keni mësu. M-jen, I-jen, U-jen, apo? Po, pra. A i shumë bukur? Po, pra, duhet nga dalë. Bukur me shujt shkronjat. Ashtu, pra. Ti?
Ubejda? Unë kom mësuar anglisht. Gjua me mirë anglishtja, është apo? Të pëlqen gjua anglishtja? Ashtu. Edhe? Edhe kina mësuar jump është me këty, swim është me notu dhe walk është me hit. Bravo, shife sa emra I pas ka mësuar në gjuhën angleze. Edhe ju qëtë, ju e do një anglishtën, Endrit? Përqen të ju anglishtja? Po. Përgjyshit? Anglishtja? Lexon anglisht mirë? Kapak. Ka pak, do është pak edhe ma tepër me mësusit. Anglishtja nga do. Ti? Edhe unë e pëlqej anglishte. Po pra. E ju shapo nga kalëzën. Ti në qerdhe, ajde do një kongë kini mësu në qerdhe? Cëllë kongë? Ajde trego gjyshit? Cilën? Nuk e në më As një kongë jo? Keni vizatu diçka? kalësën. Tjetër? Do një kafsh? Keni vizatu? Apo lule? Qa keni vizatu mësi? Trego. Dhe gjo, gjyshit. Edhe unë për ju tregoj se qa kemi mësu në atë kohë, kur kam qenë unë si ju. Ne kemi mësu gjanët me elementare. Si kemi pas kushtet kur tash I kemi jo kushtet e mira. Ja. Ju tregova me çfarë çande kam shku në shkollë, me strajt kam shku në shkollë. Kemi pas vetëm abetarin edhe matematikën kemi pas. E kemi mësue gjitha sent kemi mësu. Por, mësuesi jonë që e maj mend, ai mas së shumti na ka këshillue se si duhet mos sjell. Duhet me nderu. Ken me nderu. Prindërit një herë, pastaj mësuesin duhet me nderue. Ma të vjetrit, tjetër mësuesi jonë e ka pas një thupër. A I nëzënë shka folë ke fjallën dyta, apo shka shajke, ata e reke. Edhe ka merituaj. A ban me përdur fjallën dyta? Ja. Jo, pra, apo me shajtën? Ja, nuk ban. Unë I mësuesit e me këm dashtë shumë. Mësuesi jem na ka eduku. Dhe çdo herë ka qenën shumë i pedantive, shumë mirë ka qenë mësuesi. Edhe ëndra ime ishte që unë një ditë të bëjmë edhe unë mësues. Edhe më realizo ëndra, sepse edhe unë shkryta shkollën, edhe u bëra mësues. Ju çka keni dëshirë më bë? Hendrit? Polic. Polic! Pse more polic? E tregoj gjyshit pse polic? Çka të pëlqen ti një polic më bë? Trego. Me mbrojt mirë. Bravo. Ja, gjyshi, e meriton ti një copë. Andar, mire. Polic. Polici ka shumë detyrë të madhe. Pse? E mban rregullën në rrugë. Ato lopofa çka vjellin, ato I sojnë. Po pra gjyshit. Ama polici çka? Duhet me qenë pak I mrallë, e ndret, e ti pak edhe ti I mrallë pak. Pas ka hije më bo polica, po? Pra. Po ti vaj çka ki qenë? Dentiste. Bravo. Ani gjyshit kur t'ja dhame dhe një dham? Ma rregullon dhamin? Pra. Po pse bash dentiste? Mere edhe ti. Tani? Pse? Trego gjyshit? Se për të ndihmuar njerëzve. Bravo, mi ndihmu njerëzve, mi ndihmu rrethit ku jeton. Kuptohet njerë familjes, pastaj edhe rrethi shoqërisë. Krejt, ashtu. Po ti afar shaki qef më bo? Trego gjyshit? Hoq. Bravo. Mire, gjyshit edhe ti një pjesë. Po pse bashki që më bo hoq? Ajde, trego gjyshit. Pse bash hoq? Mu fal, pra ashtu. Hoxha është njëjtë si mësuesi. I mëson të rit. I mëson si mu sjellën. I mëson
mos me bo punë këshia, sepse Zoti ata e do, mëse shumëti. Ashtë, hoqë, afan, bravo. Po ti moj Ubejda? Mësuese. Aj, mësuese, ja. Pse mësuese? Se ti mësoj fëmijët. Bravo. Por, doni me mësue, për më bo polic, për më bo dentiste, më bo hoqë, edhe mësuse, doni me mësu, doni me ndëgju prindëri, mos me bo patere, mos me bo sene qka nuk ju pëlqenj. Edhe, inshallah, nuk rëni fort me telefona. Ja, pra, pse nuk banë shumë me një telefon? Se ti shansit. Ej, bravo, Nisa. Ja, vere, pra ti prisë i telefoni. Nuk banë atë shumë me një telefon. Telefoni nga duhet të përdoni rast urgent. Shembull, thirë mami, thirë babi, edhe atere, telefonin e qelë. Kurse jo, tanë ditën me këshyrë në telefon. Jo, se ju banë. Da, që për njësë. Bravo. Po ti qka ki qef më, po? Apo hala je vogël? Mësuese. Mësuese, edhe kjo mësuese. Ashtu. Vetëm edhe mësueset kanë shumë punë. E dini jo? Kanë punë. Aty vinë 20 nxënës apo 25 nxënës. Nuk janë këtë njëjtë. Unë që kom pas probleme në nxënës, ai përdor të fjallë dyta, përdor të qka mos pengonte. Zdi se herë ka ardhë në për banka, ndër banka një dhe ma ka gjithë për kame. A besoni? Po. Por, unë duke i folë, duke i këshilluar, ajo përmirësu. Ajo bënë nxënësi, shumë i mirë u bëjë nxënës. Shumë bënë nxënësi mirë. Gjyshin besoj që sot, knaqë me biseda, po? Po, pra. Edhe që është e ma kryesore gjyshi, unë njoftu me emrat e ju. Unë njoftu. Shtu që gjyshi do të mbarojmë sot emisionin për sot, edhe javën tjetër do të kemi surprizë. Jam i sigur që do të kemi dhe një misafir, do të pysim misafirin, çka më intereson t'i qka? Lidhe me mësimin, me sjelljet, që sillet në shkollë, në shtëpi, në rrugë. A kuptum? Po. Gjyshin ju do shumë? Ju e doni gjyshin? Po. Po si më doni? Thuni gjyshin e duam shumë. Hajde? Gjyshin e duam shumë. Bravo, dhe ju dua shumë. E ta do ta përshëndesim. Shokët e tonë që na përcjellin ato fëmijët më inteligent, më të mirë, ata neve na përcjellin, sepse ata kanë më bo, nesër që tham, polic, mësuse, dentiste, hoc, po pra. Përshëndetje.